dashur qytetarë, si s'po e shihni, nuk ka më kjo shtëpi e kulturës të qëndroj e ftohtë. Po shihni edhe ju që tashmë ju e dini e kreti një pjesë e asoj fitores të madhe që e kemi korrur pak muj më parë, pra nuk ka mo sollat të ftohta, e fort më nxehtë do ta bëjmë me 28-in të këtij muaji me numrin 116. Të dashur qytetarë të Obilisit, mirëmbrëma e mirë se po takohemi sonte këtu. Sonte, si zakonisht e shumë shpesh që du me falenderu përzemërsisht atë që po na mbështet në çdo hap e që folti lëvizja vetëvendosje e fitoi pushtetin në komunën e Obilisit, sot me prezencën e tij na e madhështoi këtë të bëjmë kryeministri Albin Kurti. Faleminderit kryeministri. Të nderuar të pranishëm, të dashur kandidat të lëvizjes vetëvendosje, sot ne duam ta prezantojmë edhe një kandidat tonë. Nga një ekonomist zhurmazhi Obiliqi kësaj here po i jep Kuvendit Republikës Kosovës një arkitekt që quhet Gazmend Krasniqi. Të dashur qytetar, i dashur nënkryetar i komunës së Obilisit, zoti Berat Gashi, i dashur kryesues i Kuvendit Komunal Sami Ahmeti, të dashur drejtore, drejtoresha. Pak më ka zgjat fjalimi kryeministrin që të parë fillimi se tash po duhet të drejtore dhe nënkryetar që përpara si kena pas. Sot, duke pasur parasysh dhe qeverisjen lokale, është më e rëndësishme se kur që ta kemi edhe qeverisjen qendrore të fortë, të drejtë dhe vizionare. Punët e mira të qeverisë Kurti 1 dhe Kurti 2 nuk guxojnë të ndalen, por ato duhet të vazhdojnë dhe të thellohen me qeverinë Kurti 3. Të dashur qytetar, jam sot këtu për të kërkuar besimin tuaj. Edhe një herë, jo për premtime boshe, por për punë konkrete dhe rezultate të mashme. Besimin tuaj për qeverinë Kurti që projektet tona në shëndetësi, arsim, mjedis, infrastrukturë, bujqësi, kulturë, rini dhe sport të realizohen me përgjithësi dhe në kohë rekorde. E këto bëhen vetëm me kryeministrin Kurti. Në këto momente vendimtare për shtetin tonë, Kosova ka nevojë për njerëz që ndërtojnë themele të forta, jo vetëm mure, por edhe ura bashkëpunimi, besimi dhe zhvillimi. Ka nevojë për njerëz që punojnë për një shoqëri të drejtë, të barabartë dhe me një dinjitet për të gjithë. Një nga këta njerëzit
Njën nga këta njerëzit që din të ndërtojnë krejt karjerën e tyre e kanë kaluar duke bërë projekte, është kandidati jonë Gazmend Krasniqi. Ai beson fuqishëm se çdo themel i fortë krijon mundësi për një strukturë të qëndrueshme dhe të sigurt. Me këtë bindje, Gozi synon të jetë zëri dhe përfaqësuesi i denjë Obiliqit në Kuvendin e Republikës, duke mbrojtur interesat dhe nevojat e qytetarëve tonë. Të dashur qytetar, me 28 dhjetor, secili prej nesh ka një përgjegjësi historike. Është shumë e rëndësishme që të dalim dhe të votojmë lëvizjen, vetëvendosje dhe aleatet e saj. Të votojmë numrin 116. Për të vazhduar rrugën e ndryshimit të drejtësisë dhe zhvillimit. Me unitet, me punë dhe me besim, ne po e ndërtojmë Kosovën që e meritojmë. Të dashur qytetar, nuk kam se si